nuk se kemi pasur një qëndrim zyrtar nga ana e opozitës, qoftë dhe Partisë Demokratike, apo tjerëve të cilët kemë pasur një qëndrim kundër. Jo, po janë lidhur me këtë gjë. E kuptoj, dhe thash qëllimisht këtë gjë. Në portalet ndryshme ka pasur insinuatat të ndryshme lidhur me çështje apo me akuza të cilat lihesin përgjysmë. Duket që në aspektet veçanta, paktën siç kanë rrjedhur informacionet, tani nuk se kam pasur konfirmime zyrtare, që edhe nga të themi eksponentë ndryshëm politik të vendeve të caktuara europiane, ka pasur një interesim të shtuar lidhur me çështjen e tenderit të Porto Romanos, por gjërat kanë ngelur deri këtu. Kjo më së pari nuk ishte të bënte me çështjen e aspekteve të mënyrës se si po operohi, por lidhur me dokumenta të cilat duhet ishin më përpara. Edhe fillimisht çështja e marrjes së dokumentacionit nga ana e SPAK-ut nuk u lidh me faktin e fatit aktual të tenderimit, sesa me një proces i cili ishte më i vjetër në kohë, lidhur me kushtet në cilët do të përgatitej një operacion kaq i madh siç është ndërtimi i portit të Porto Romanos. Dhe deri këtu mund të haj diskutim dhe që fundit ka drejtë vetë ta bëj kushdo. Kjo është e vërtet fakti, domethënë që nuk mund të ketë një lloj procedimi lidhur me diçka e cila nuk është kryer. Nëse ka të bëjë nëse ka të bëjë me procesin se si kemi vajtur deri këtu, kanë drejtë në tyre ta bëjnë këtë gjë, kurse për aspektin tjetër që në çështjen e dhënies koncesionit dhe me aspektin e veçantë, ky është një element i cili për mua unë jam i paqartë, domethënë që t'jap një përgjigje të kësaj natyre. Gjithsesi, ajo çfarë unë duhet të them dhe në një farë mënyrë shpreh, ne paktën si opinion publik jemi të paqartë lidhur me këtë gjë. Mendoj se edhe qeveria, pavarësisht fakteve se ne sot dëgjuam edhe ministrin, i cili tha faktin që ka interesa të tjera të cilat po e pengojnë e tjerë, duhet ketë pak më tepër transparencë në mënyrë të tillë që spari kjo të mos përdoret politikisht, sepse menjëherë pas kësaj deklarate, që pas këtij momenti kemi parë deklarata politike nga ana e opozitës, dhe që ndoshta ky ka qenë dhe qëllimi i Ramës, ti tërheqi ti ky është jo, ti tërheqi sepse deri atëherë sulmonin. Ajo çfarë unë po them nuk është qëndrim politik. Unë po themi një përmbledhje të opinionit. Dhe këtu prandaj po i them që